Zyra e punës në Shkodër e shikon pozitive situatën aktuale pasi sipas tyre besimi i punëkërkuesve që paraqitet në zyrat e kësaj të fundit është rritur një tregues që vëren se besimi në institucionet shtetërore është rritur. Drejtori i kësaj zyre Dot Mehmetaj informon se janë realizuar 2170 regjistrime të reja, ndërsa vetëm në muajin gusht janë punësuar 407 persona. Vetëm gjatë muajit gusht që kaloi, kemi rreth 427 vende të reja pune. Janë plotësuar rreth 407 vende të reja pune. Pra kemi mbi 400 punësime vetëm për muajin gusht vitit 2015, që është fiks gjysma e punësimeve të krejt vitit 2013. Në rast se e shohim panoramën kështu, na duket sikur ne kemi një sukses, një arritje shumë të madhe. Ne e shohim ndryshe si zyrë dhe shqetësimi jonë është ndryshe. Absolutisht nuk duhet të krahasohemi me këto shifra. Mehmetaj ngre shqetësimin se mjaft persona kufizohen vetëm tek disa profesione në bazë të diplomave që marrin, ndaj zyra po punon për orientimin e tyre drejt një pune tjetër. Për personat me arsim të lartë, është ai po quajmë super prodhim i profesioneve të ndryshme që ndodhi gjatë gjithë viteve duke mohu pothuajse nevojën e shkollimit ose profesioneve të shkolla profesionale po quajmë. Që tash ka tjetër politik, po një që tjetër skem. Ne kemi numër të lartë të punë kërkuesve jurist, kemi numër të lartë të punë kërkuesve të diplomora, me arsim të lartë, deri edhe me master, të degëve të ndryshme të ekonomiku, ka edhe në mësuesi, por duke qenë të bindur që tregu i punës sot nuk e kërkon këtë kontingjent absolutisht, po përpiqemi në kontakt me punë kërkuesit tanë me arsim të lartë, që ne t'i orientojmë drejt mundësisë gjetjes një pune tjetër, të përshtatshme natyrisht për to. 1200 persona në vit është plani i punës për të përmbusur nga zyra e punës, ndërsa treguesit deri tanishëm janë pozitiv. Zyra vazhdon të ngrejë shqetësimin sa i takon punësimit të meshkujve, ndërsa konfirmon bashkëpunimin e vazhdueshëm me bizneset private për furnizimin e tyre me persona të kualifikuar që paraqiten për të kërkuar një punë.